mbi 60.000, pra mbi 60.000 vizitorës vinë për videot e mia, kur e në shaj këto kriminel që uzurpojnë institucionet tona shtetërore me nënë, e me babet me qëjman pragu, mbi 60.000 vizitorë kalojnë për videot e mia. Por kur mundohem të flasë me kulturë, kur mundohem të ullë zonin ose sërin, edhe të jetë logjika jo që manë forcën dhe jo bërtitjet britmet e mia, të jetë argumenti i bindshëm ai që flet me masët dhe jo sharjet e mia, sa veta vinë në vizitojnë vitet e mia, asë edhe 1.000 veta nuk vinë. Pra pse? Pse do thone ju? Se populli është vel vlezër e motra, populli është lodh me këto klysh kurve, të flasësh me kulturë, kur flet me këto qenë e birqenash që dalin pa brek e flasin në mënyrën më të pistë ordinere, para tyre në përsalla këtyre klysheve komunist, socialist që uën të ashti, edhe është në regull, po kur i shanë Sami Gjoka e prisi fjalorin. Populli është vel. Populli është bajat me këto sëm pa mu pederast kulturum. Nonën, kush irritohet se shaj unë me qimën pragu këto kriminel, këto armiq të kombit, që qeverisin vendin edhe që qëndrojnë opozit. Nonën e quman pragu, se një mori e këtyre do dalin me çdo kusht e me çdo mënyrë të gjenë diçka për të më shamu duke mendu se po më shanë se sa i bukur apo i shëmtut jam unë, se çfarë kam veshë e çfarë nuk kam veshë unë, se kam rrujt fytyrën apo trapin unë, do të spostojnë vëmendjen nga krimi i vjedhive dhe korupcionit, këto shkordhata, këto miran, këto liliput, këto zgjebe, se është ndryshën që ose ngrihen kur i pari i vendit flet në mënyrë më vulgare, më ordinere, më të pistë në për konferenca shtypi. Këto heshtin, këto shura, këto dhemja. Po kur i shanë Sami Gjoka pikrisht, këta dalin, në prisë gjuhën, rrugullo fjalorin, ke dalë me syze. Unë dalë me syze më shkordhat, se jam në djelë dhe jam në studio. Orë të qifë deri nërën. Unë dalë me syze, se po hes në përvap, më të shkordhef shanonën, edhe populli nuk është tu për të pas Sami Gjokën, e sy të Sami Gjokës, se nuk i ruhet trapi. A ka Sami Gjoka jo, por për atë që thot Sami Gjoka dhe kushdo që flet Sami Gjoka më shkardha. Se ka dhe të nga klyshët që dalin ato miranet, ato zgjibet, ato shëshonjësët, ato moshkonjët. Sa herë them patronërgjisët më kujtohet Faruku, miku im i dashur, edhe shkëmtari ju i mrekullueshëm. Dalin e ty për shembull në për videot e mia, edhe thonë, prap dole ti? Se diku do të kenë po në komend ik zhduku, se kështu thonë, Igor zhduku, merru më bën punët e tuja, me punët e mia, a dheu është punët e mia më shkordhata, kombi është punët e mia dhe punët e tona dhe punët e tuja më të qif deri nonën, më klysh kurve, shif më halët e tuja, këto janë halët e mia, më të qif deri nonën, a dheu kombi, është halim, orë mjeran, halim është se ju zgjebe, e përligjni, edhe kërkoni të aboni, po flisni për Kosovën. Kosovën e kanë dalë të hujtë më shkërdhef shanonën. Kush fle? Në jo ne, ka dhe atjetë sa miran
Edhe një mik që unë komunikoj personalisht, por kur vjen në këtë temë është armiku im për vdekje. Si ka e se harova, a i Mitrovicës. Më duke se flet nga Mitrovica. Haroj emra donë. Adheu është joni, adheu është halli jonë. Familja jote më shkërdhat, më klyshkurve, është halli jotë. Jo po, pse fleti për vlajnë, pse flet për motrën tate, pse flet për babën, shif hallet e tuja, o zgjebot qif deri nonën. Familja jote është halli jotë, populli jote është halli jotë, kombi jote është halli jotë, mërë të qif deri nonën, edhe dalë një thonë prapë dole ti, se me të hamendje në vetë, këto idiot, me të hamendje në vetë, ato kujtojnë se janë, a thaj, dole ti shduku, edhe habitën, si s'pas ka hiky, unë i tha shduku, o zgjepe, o idiot, lezër e motra. Sami Gjoka, jo flet gjithmonë, edhe se Sami jo ka plot, po unë flasë për vetën time, kur flasë me jo flet gjithmonë, për atë që ju dhem juve shpirti, se për atë e dhem Sami jo shpirti. Kur them juve, nuk them zgjepat që mbrojnë klasën politike, nuk them, këto janë haleja. Ose kur shaj komunistët, del mua dhe një mundsak, një idiot, një psikopat, që u dëdërove të fshi. Me mbi emrin Huqi, s'ka nevoj emri, edhe ndel aty, u bon edhe ti quni Hasanit, do si ja përgjigje. Se nuk ja përgjigje sa është mundsaku im. Unë nuk bëj debat e bom gazi bodës me mundsakët e mi para se ka klane. Kur flasë për Monzën, Monzë ka 5-6 fica, ka pas. Unë nuk mund dalë kundrëm gjokëve të mi, se gjokët janë të afërme të mi, kur flasë për Monzën. Me qosëm del Gimi Lushit, apo Liri Esmonit, apo Beci Veselit, apo Surje Vathit, me qosëm në dalin këta janë të mitë, ku në përflasë për gjithë Monzën. Nuk gëzoj, se s'kam, këta skandal këndër meje, po në qosë dalin, se nuk kanë nivelin e tyre, të zijem e të bohem lola para gjithë Monzës me fisin tim. Kur flasë për gjithë zonën e Durrësit, unë nuk gëzoj të dalë kundër mundsakëve të mi, edhe kur dalin edhe me kritikojnë se janë të mitë. Kur flasë për Shqipërinë, e po ndel një shjakës, unë nuk gëzoj të dalë ti, edhe psa idiot më ndali, e më provokoj, po të flasë budoloj që me okë, sepse mbroj zonën time edhe kur flasë për Ballkanin. Unë nuk gëzoj dalë kundër shqiptarë, edhe në qose kanë gabim. Edhe këto lëngëraj, këto idiot, këto psikopat. Se, dalë ty, u bonë edhe ti mërë quni Hasanit. Se që do thoshtë nga Hasan Gjoka, zdo njëri thot për babën e vetë, po ishte ku e ku me çdo lloj, jo me këto shurët e, po nese idiotin që të menqëm, edhe të menqëmi në ka qytë gjithmonë budal, idioti psikopati. Por e kam lafin, unë kur shaj komunistët më rëqif dhe herinoren, nuk kam parasysh çdo lloj katunari që ka pas tes partije, çdo lloj idioti. Ata nuk din çka është komunizmi. Ata nuk din të lexojnë një fjalin nga Kapitali. Unë flas për me çat flasësh. Kur flas për komunistin, flas për idetë komuniste, jo. Flas për të mirë dhe qiet që sjell komunizmi, jo. Flas për sistemin e kriminaleve, dhemjeve që u instaluan nga Jugoslavia në Shqipëri, që s'kishin asgjë me komunizmin, por vetëm me slavizmin, me shit çdo gjë tek interesat slave, edhe që kanë po masakra mbi kombin e vet, mbi popullin e vet, jo vetëm mbi ata që luftuan në fillim të 44-45-s, por edhe me nipët e tyre e fisët, pra me atë lloj sistemit luftës klasëve. Kur flas për komunist, unë e reduktoj komunizmin ke këto klysh të kurve që kemi pas, ne dhe vazhdojmë të kemi, por vlezër e motra,
Sami Gjoka ju foli juve dje që SPAK-u është jo thjesht një organizat kriminale që duhet hetohet nga Shtetet e Bashkuar të Amerikës, sepse këta kanë investu për SPAK-un dhe kanë të drejtën, sepse SPAK-u bon dhe hedhi syve ndërkombëtarëve, Evropës, shqiptarëve, që gjoja po lufton korrupsionin e lidh me shtetin, që shteti gjykatët nuk mund ta hetojnë të luftojnë për arsye se i mbron shteti, kurse SPAK-u në fakt e ka deviju luftën dhe e bën luftën me njerëzit që s'është nevoja për SPAK-un, që s'janë të lidhur me shtetin. Fjala e Sali Berisha, kriminal, duhet i nuk është nevoja të merret SPAK-u, sepse nuk ka shtet e qeveri shtetërore që e mbron në drejtësi. Ne, SPAK-u është merret me Edi Ramën, me Belinda Ballukun, me deputetët socialist, që shteti i mbron, edhe jo me ato që së mbron shteti, për atë luftojnë korrupsionin e lartë qeveritar. Për këtë është po, vëllezër e motra, jo vetëm që SPAK-u nuk e bën këto, po SPAK-u e mbron krimin shtetëror, është organizat kriminale, nuk ka dënu asë një ministër, por përkundërzi i lën të lirë derisa ta ratisën, tallet e përtallet me ju se nuk i hoqet deputetin, deputet Likun, tallen e përtallen me ju se i mbron Edi Rama, kur SPAK-u duhet shkojë të arrestojë edhe Edi Ramën, se prandaj shkriju. Por çfarë bëjnë vëllezër e motra? Unë ju thash juve në video dje, se çfarë them unë një ditë të nesër, një ditë më parë të nesërmen bëhet publike ndërkombëtarisht, por ju nuk jeni në gjendje të kuptoni. Unë e bëj këtë se jam me shpirt dhe me mendje, unë jetoj çdo çast me dhimbjen për kombin, me padrejtësit, me urrëtitjen e madhe që kam për këta padrejtësi, edhe me logjikën që besoj e kam shumë lartë nga jo, pavarësisht që Sami Gjoka është një makinë fillikat i vetën, besoj që kam shumë më logjikë se sa keni ju, edhe duhet më dëgjoni se flas për çështjen tonë të përditshme. Unë them sot bllokoni rrugën e Rinësit, të nesërmen është blloku rruga e Rinësit. Unë them sot shkoni në parlament, të nesërmen jo se dëgjoni ato Sami Gjokan, por se Sami Gjoka sinkronizohet me dhimbjen më të thellë e më të madhe të popullit, se përjeton se don të mirën e fëmijëve të juj, mërë zgjebe, mërë klysh kurvësh, e kam llafin ju që mbroni klasën politike, edhe do të gjeni me çdo kusht, doli ky, s'ka rujt ky, s'ka ru, ta blejmë në një brysk, u shif derën anën, hajde më blej një brysk, ta ruje të poshtë, për që të mën pragu ty, më shkardhat, më kur, e keqe. Por vëllezër e motra, ju thash dje, që SPAK-u është një organizat kriminale në shërbim të qeverisë që kemi ne, edhe çfarë ndodhi sot, shifni lajmet vëllezër e motra, edhe dhe shikoni çfarë ndodhi. CNN, Fox News, gazetat dhe mediat më të mëdha ndërkombëtare në botë janë drejtu SPAK-ut, të përgjigjet SPAK-u këtyre, se çfarë ka bo, çfarë hetimesh ka bo, me ndryshimet kriminale të ligjeve në parlament, asgjë, çfarë ka arrestu, edhe sa hetime ka hap për Zvornesin, asnjë, çfarë hetimesh ka bo për Sezanin, asnjë, janë kriminal në SPAK që vjedhin parat, e jo vetëm shtetet shqiptare, po parat e qeverisë amerikane që e investon, e finanson, edhe e mbron, pa e ditë se këto janë kriminalet që mbrojnë Edi Ramën. E kanë pyet sot SPAK-un dhe e keni nëpër media, se ku i keni sekuestru parat e kësaj Albanian Land, këto që keni nxjerrë nëpër media, se kanë dalë në media që gjoja SPAK-u po bëhet tim, as edhe gjë.
bën pralla, krysh të kurvës, shkojnë në pjerdhin parlament, hiqen si kur po bën luft. Pse bën këta? Por t'i marrë syve perëndimit që gjoja ne jemi qeveri që ne lejojmë edhe hetimin në korupcionit mbi veten tonë kur nuk e lejojnë. Kur Spaku me mediat në Shqipëri hapi para 2-3 muajve, para 2-3 jave, për hapën propagandën që kanë bloku parat e këtyre në Arabinë Saudite çka janë që ishin lidhë me Zvërnesin. Ishte rren! Spaku e ka marrë prapë sot para mediave ndërkombëtare. Prandaj vëllezër e motra, është koha t'i shinin onën çdo lloj avokatit dhe gjykatësit dhe medias se po ju mashtrojnë, tallën e përtallën, s'bojnë asgjë, por t'i drejtoheni ambasadës, kryesisht ambasadës amerikane, do hapin syt se këto që po investojnë, Amerika që financon për Spakun, po mashtrohet nga qeveria Rama dhe Spaku vetë që marrin parat e Amerikës, marrin mbështetjen e Amerikës, bojnë sikur hetojnë, nuk hetojnë asgjë, tallën e Sarallaten, fusin për shembull një Erion Velia që hakun i bot në burg vetëm për të spastru kundërshtarët që mund të kenë marrë më shumë pare se sa duhet nga hajdutliqet edhe se sa Rama. Këto janë pastrime personalesh. Spaku është bo si ato njerëzit që vrasin me pare, që i shërben Edi Ramës, Taulant Ballës, Niko Peneshit, edhe kësaj kurvës Balluku. Spaku është një lloj si këta rrugeqët ordiner që paguhen me lekë dhe janë vrasës me pare, i shërben qeverisë korruptume të Ramës duke mashtru Amerikën, duke mashtru Evropën se gjoja po hetojmë kur nuk hetojnë asgjë të vërtet. Vetëm tallën e përtallën, edhe kur hetojnë zgjasin derisa të përfundohet të harrohet çështja. Prandaj vëllezër e motra, çohuni, protesta duhet drejtohet tashti kryesisht tek ato që financojnë gjoja Spakun, t'i bojnë thirrje të hapin syt se i po marrin kriminalet, se po investojnë kriminalet që janë bobroj krimit, merren me kalamaj që shesin drog, me korupcione që si mbron shteti, ose në trego, ko Spaku fliqësirë, në qose merresh me kalamajt që shesin drog, në tregon arsyen pse, kush udhëheqës i lartë shtatror ishte lidh me këta, edhe pse ai udhëheqës i lartë shtatror nuk qenë nga objekt i hetimit dhe arrestimit në qoftë se këto kalamaj u arrestohen nga Spaku, se në qoftë se nuk janë lidh edhe nuk mbrohen krimi organizum nga njerëzit e lartë të shtetit, ç'lidhje, ç'apillin e nonës ka Spaku me marrë me ato do të merret gjykata e thjesht, shkordhatët e shkordhatëve, se janë këto mediat që hapin lajme të rrema, edhe janë këto gjykata që e marrin në kom këta klysh kurve këtë pederastin edhe qeverinë e tij. Sabi Gjoka, ju përshëndet.